falënderit dhe kënaqësi që këtu në studio ta kemi sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Karatesë së Kosovës, bëhet fjalë për zotrin Nazmi Gashi. Zotri Gashi, mirë se erdhe dhe ju bashkuar emisionin Pasdita Sportive. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Ka nisë një aktivitet kohëgja i madh sa përket sportit të karatesë gjatë këtij viti 2026 me medalje në po shkoj pak a shumë para se me unë hi nga ajo pjesa e fillimit, po do mund dal pak te kampionati mesatar që mbajt në Egjipt. Fituat medalje nën kampion, plot 2 prej garuzëve dhe një të tretë apo ndryshe medalje të bronz. Na trego për karaten apo për ndryshe federatën e karatesë, ky lloj suksesi çka si e përshkruani? Po realisht Federata e Karatesë Kosovës vazhdimisht ka pas suksese në gara ndërkombëtare dhe kjo është një vazhdimsi e gara e sukseseve në arenën ndërkombëtare. Në Aleksandri këtë vetë u majt kampionati për kadet junior dhe U21 mesatar dhe realisht aty patëm një medalje të artë, një të argjend dhe 2 të bronzta. Kështu që jemi të kënaqur me medaljet, jemi të kënaqur me paraqitjen, edhe pse ndoshta s'kemi shku atje në formën më të mirë të mundshme, për shkak se këtyne të rive s'ke mujt mja organizu një kamp paraprakisht, për shkak se kemi pas probleme edhe financiare, kemi probleme financiare të asaj natyre, se s'kemi mujt me planifiku 2 kampe me atë buxhetin e të menishit që kemi pas, edhe të mëdyshit për shkak se kem pas kamp për senior, për kampionatin evropian senior që u mojt ma herët, dhe për këta tric kem mujt me organizu një kamp i cili ndoshta do t'i kish aftësu pak ma shumë, do t'i kish përgatit pak ma shumë që të arrisim edhe rezultate ma të ndati. Ku qëndron problemi? Të ki pjesa e di që të mënishë keni marrë shumë e vonesë, ka qenë rreth thoj se muajin e 5 të këtij viti që realisht është dashur del në muajin shkurt. Po, unë menoj që edhe të mëdyshi ende me sa e di nuk është dalë. Po, nesër ka dalë ende të mëdyshi, po është problemi ky që menoj që ka qenë edhe te u bën ndarje e ministrive. Domthonë Ministria për Kulturë, Rinjë dhe Sport ka qenë përpara, ndërsa tash kultura u nda, sporti edhe rinia kanë met në një ashtu edhe po mdoket që kanë pas problem simas atyne që kanë pas problem me kod buxhetor edhe për ata dhe ne u kanë vënë në atë periudhë pagesat. Kemi marrë dikun ka muaj maj kemi marrë të menishin. Që realisht është dashur këtë muajin shkurt me marrë ato. Po thash që sipas arsyetimit në ministrisë kanë pas mundësi më herë në qitë. Megjithatë ne të punuar, i kemi marrë gjitha aktivitetet, i kemi organizuar gjitha aktivitetet normalisht me obligime, për shkak se aktivitetet pa parë nuk mundesh me realizu. Nuk mundesh, por realisht që keni arrit me mbajt gjithë këto aktivitete me obligime. Duke ditë kampionati shtetëror, dërgimi i karatesëve në kampionatin evropian, në atyre në Aleksandri, kampionatin mesatar ballkanik. Mos flasim për këtë që është mbajtur në Poresht të Kroacisë, gjithë se cili ka një kohë gjatë madhe dhe realisht ju duhet të hini në që e thojnë ana shkurt në pjesën e popullit veresi, dikon ose minus, për mi mbajtë gjitha këto aktivitete. Po, na kemi kriju një partneritet me kompanitë që punojnë, edhe ato na mirë kuptojnë, po na kryjnë disa punë me veresi, pa pare, derisa po na dalin të mejat. Edhe kjo është ajo që po muj arrisim realisht me organizu për shkak se në të kundërtën ish dash me shty ose me anulu krejt. Deri tani kem realizu të gjitha çka kem pas planifikume, do të thotë kemi realizu gjitha aktivitetet. Tash sa po flasim na kemi një ekspedit prej 43 garuzëve në Poreç. Atje kemi edhe 3 gjyqtarë të cilët e kanë të domosdoshme që të ndajnë drejtësinë për shkak të licencave tyne që ju vazhdohen. Atje kemi drejtorin sportiv, atje kemi 2 selektorët. Do të thotë bëhet një punë e madhe e përditshme në Federatën e Karatesë, po me shpresë që këto problemet e detyrimeve financiare do të shkojnë të zhduk, ndoshta një ditë
këto obligimet financiare do t'i marrim pak më herët, të zhvillohen më shpejt edhe apo më duket mua këna me shku gradualisht vetëm tu thellu këto probleme. Nuk ish dasht, qëre, sporti realisht nuk duhet me fillu me menu në regres. Ne duhet të mendojmë dhe të zhvillohem në progres, për shkak se Kosova se cilën herë është të kriju legjislacion, të kriju reforma, të kriju rregulla, të kriju ligje e tjera dhe mbas asaj është dash na me u zhvillu, jo me u ndalë në procese, jo me u pengu proceset. Gjatë kësaj kohë, në fakt, sa ishit edhe në Aleksandri, kena rritur me përfitua dhe kampionatin mesdhetar që do të bëhet në Prishtinë vitin 2027. Realisht, sa ka vështirë dhe kush ishin përshtateve kundërshtare që keni luftuar dhe jo keni fituar drejtën? Kështu, neve kemi pas kampionatin mesdhetar me organizu vitin që shkoj. Okej. Mirë po, për shkak të probleme financiare që ka pas ministria, nuk na ka kthy një kohë gjatë përgjigje në mbështetje financiare dhe ne jemi detyruar në një pe asambleve me thonë merre Spanjës. Vjetomojt në Guadalajara në Spanjë, edhe atje kemi qenë edhe na si karate dhe në atë garë i kemi fitu 16 medalje. Do thot ka qenë gara ma suksesshme. Ma suksesshme, po. Në një mesdhetar ma suksesshëm si ato s'kemi pas. Në anglistën e përgjithshme kemi qenë të dyti, kemi pas 7 medalje të arta, 5 argjenta dhe 6 të bronzta. Kështu që realisht ne jemi konë ma herë në këtë garë, po për shkak që s'kemi mujt me realizu, ja kemi Spanjës edhe opinioni edhe komuniteti në Federatën Mesdhetar ka qenë i përgatitun që me na jep mesdhetarin ne. Ne para si me shku atje kemi marrë një letër mbështetëse prej ministrisë edhe prej Komitetit Olimpik, kemi bërë kërkesën zyrtare prakisht para si me shku atje ju kemi shku gjithë antarëve dhe asamblezëve atje. Kur kemi shku atje, kom qenë në asambleun me kryetarin zotëri Besart Barutin, kemi bo prezentimin e projektit, se kemi pas asnjë shtet kundërshtar. Do të thotë asnjë shtet nuk ka kundërshtu, për shkak se kanë prit që këtë vit do ta marrim na, se masi kemi hek dorë si vjet o kon e përgatit në puna që edhe vazhdimisht kur kemi taku, kur kemi thirr kryetarin e Federatës Mesdhetare, zotëri Beshir Sherif, i kemi thonë që na do të aplikojmë dhe do të provojmë që me marë ashtu. Na deri aty nuk e kemi ditë që do ta marrim realisht, na jemi përgatit që kemi pas edhe zëra kundër, edhe njerëz që thonë jo po dojmë me marë na, jo keni hez dorë jo vjet, pse po doni si vjet. Do thotë janë disa probleme që i kemi planifikuar që mund me na dal atje. Fatmirësisht se kem pas as të ne të lashe gjatë këtij procesi, gjitha ka qenë pro dhe tash veç jemi tu e prit datën që të vendoset në kalendarin e Federatës Botërore, data kur do të bëhet për vitin që vjen. Kjo në fakt është dhe një test. Jo veç për karatin, por edhe për Kosovën. Duke ditë që vitin 2030 do të bëhen lojrat mesdhetare pikërisht Prishtina 2030 realisht sa jemi gati me pas një test tillë edhe ku qëndron vetë Kosova për me bëjnë një kampionat mesdhetar të tillë. Kështu, Federata e Karates e Kosovës ka organizuar më herët ngjarje më sportive. Në vitin 2017 e kemi organizuar kampionatin evropian për regionin Prishtinë. Ja kemi dalë shumë mirë, ka qenë organizimi shumë i mirë. Perfekt, gjithçka ka shumë rregull. Mirë po. Këtu e kemi mund ta quaj një test tjetër, është test event para lojrave mesdhetare. Ne po besoj që gjitha federatat jemi në vonesë, po flas për federatat, për shkak se 2030 është nder. Ne ende nuk kemi një master plan të ardhun
prej Komitetit Olimpik edhe prej federatave që na t'i caktojmë më herët kompet tona për përgatitjen masporit garuzëve tonë, sepse do t'ishte turp që të mbojmë na kampionatin mesdhetar këtu edhe të mesim pa medalje në Prishtinë. Federata e karates, federata e judos, ndoshta boksi deri diku pretendojnë që mujnë me marrë ai medalje, për ndryshe këto federata tjera me këtë ritëm që janë na rrim me durën xhepa, do të thotë matë kampionatin mesdhetar këtu, shkojmë kur të këshyrim bilancin e medaljeve, jemi me 0 medalje. Të gjitha federatat duhet ta mendojnë një plan, nëse dojmë me tregu veten se pëjbim lojrat këtu, që ekipet e vetat i kanë në kampe servitore. Nëse e shohim judon, sot judon e kish shpërndamen 3-4 kampe verore ku i kanë garus. Edhe normalisht ato kanë bartin kosto. Mirë, po rezultatin ti kime pas garantuar nesër në gara ndërkombëtare. E sikur judo duhet mendonim edhe ne si karate, edhe boksi, edhe basketbolli, edhe handbolli, edhe gjitha sportet që janë pjesë e programit mesdhetar, që qysh tash të fillojnë për shkak se nesër është vonë. Ne kemi Mehmet ose ka marrë gara këtu, kemi mu knaq me medalje tjerve, edhe ku të shkojnë ata, na kemi me përcjell medaljet edhe organizimin e kemi pas të mirë medalje smurë. Do të thotë, po flas në aspektin e federatave që na jemi vonë. Mos hitash në këtë pjesën tjetër organizative të master plani të këto, për pos një legj që është miratuar në qeverinë e Republikës Kosovës, një plan për financim e cili nuk ka fillu kërkon mos batu, se shihet që s'ka fillu kërkon, as një punë s'ka fillu në as një objekt, na as atë objektin bazë ku kemi bo lojra të hapë se edhe mbyllë se kemi, se do të me qenë me minimum 30.000 ulse, na kemi një stadion me 10.000, 12.000 ulse. Që realisht si plotson as pak. Si plotson kriteret edhe s'mundesh me bo aty heq. Pastaj të gjitha palestrat sportive janë të parë renovume, nuk janë kërkon të gatshme. Plani i asaj pune për kryen e procedura nuk është bashkë qaq i thjesht sa që po merret i thjesht, për shkak se secili objekt i zhdasht të paktën një vit më herë të jetë funksional, që testohet me disa evente para si me ardhë eventi kryesor që janë lojrat mesdhetare. Prandaj në këtë drejtim po më duket që në të shty ka pak kush mu bot titullari, kush është shefi këtyne lojrave, e s'pe kuptojnë që Kosova duhet më konë shefi adin. Shefi krejt tyne në Kosova duhet më konë. Së është me rëndësia, a është Ismeti, a është Albini, a është Gashani, a është kë, i shdasht më konë, a është përparim Rama, apo i shdasht më konë Kosova adin për para, e këta tjerë të ne tim që aty mes tyne. Do të thotë dune shë pak vështërsin këtë drejtim. Edhe po besoj që kemi hi në atë linjën e kuqe ku mahen apo nuk mahen lojrat këtu. E përmende vetë se do është me të abo qëtë pyqire. Jena 2026, jena fakt mesin e vitit 2026. Na vitin 2029 do të me po vetëm test. A rrezikojmë? Kështu, unë menoj që jemi vonë. Mendimi jam personal. Për 2 vjetë është problemi kry gjithashtu. Unë menoj që jo, nuk ka problem. Nëse tash kishim startu na me këtë punë. Është dosh me startu shumë herët. Po, na apet ishim konë në vinë nëse tash. Po qëshim të shku punë, qësh peshojmë na që në të shku punë, qeveri s'ka. Probleme qeveritare për ditë, të shty për karrika për ditë, të shty kush o titullari për ditë, kush ka më marë, kush ka me qenë udhëhesi i këshillit, i komisionit, i këti, i ati, që atëherë po besoj që ka më bëhu unë. Se ade kur jetu ka për diçka kështu imagjinare në altë, të punë në teren duhet më kry. Të shty tash e 3 vjetë, për mi kry për 2 vjetë. Qëre, unë menoj që pak mrapsht ka shku kjo punë, pe fillimi. Se tash po du mu konë pak ma kështu direkt në këtë çështje. Unë menoj që ideali që i ka fitu këto lojra mesdhetare, realisht që ka punu dhe që ka
bisedue që i ka kryu u kon Besim Aliti. U kon sekretari përgjithshëm i Komitetit Olimpik, i cili përmenet heq. Nuk përmenet në këto farë çështje heq, edhe që Ismet Krasniqi ka qenë bartësi i institucionit, do thotë në udhëheqjen e Ismetit të kry, po krejt punën operative, krejt barrën e lobimit e ka bardh Besimi edhe Ismeti për me ardhurat mesatare këtu. Ndërsa në momentin që nënshkrua atje nga Komuna e Prishtinës edhe qeveria si garant financuese, tani këto dy akter tjerë kanë kujtuar që këta i morën. Realisht nuk ishin ardhurat mesatare në Kosovë, as për Përparim Ramën, as për kryeministrin. Kanë ardhur lojrat mesatare në Kosovë, pikërisht prej punës madhe që ka bo Besim Aliti, edhe që ka bo Ismet Krasniqi në lobim për marrjen e aty në lojra, kështu që unë mendoj që e kemi pak zëshme na shqiptarët me pranu realitetin, po që kjo realiteti. Do të me pranu. Keq mirë do të me pranu. Një pyetje të fundit kam. I lojrat mesatare Taranto që do të bëhen, çka presim nga karatistët tanë, si është përgatitja, e përmendesh që mos flasësh qysh në fillim me problemet shumëta, realisht keni arrit me punu e mi mbajt gjitha aktivitetet, ku jemi, tek jemi edhe çka presim. Unë besoj që këto e lojrat e fundit mesdhetare para si me arë në Kosovë. Që kjo është testi i fundit i joni si sport, që po shkojmë në lojra mesdhetare para se me na ardh krejt ata tjerë të na. Edhe unë nuk besoj që kemi medalë mirë në këto lojra mesdhetare. Unë besoj që 2-3 sporte kanë medalë pak ma mirë, ndërsa pjesa më e madhe e sporte u ka me zhgënjur, për shkak se dhe që thash ma herët, jemi me vonesë në këtë projekt, jemi vonë. Do sot është vonë, nesër bëhet shumë vonë. Në qoftë se na do të shkojmë tash në Toronto, edhe që janë lojrat e fundit para si me ardha ata këto, edhe na po ktheheshim me 2 medalje për pezojmë, që kemi prit na mas 4 vjete lojrat këtu. Do thotë kjo është që e biseduam më herët që ky master plan i zhdash me fillu më herët, tash ne i zhdash me kon diku në mesin e implementimit të projektit në përgjithësi. Qoftë në cilësinë e sportistave, qoftë në cilësinë në teren të zhvillimeve, të punimeve këtu, shumica objekteve që ishin dashur me qenë të kryme, ne i zhdash jo vetëm sporti i karates, po i zhdash të gjitha sportet që të binë sa më shumë evente ndërkombëtare të nivelit të lartë ndërkombëtar këtu. Kur të nivelit të lartë, jo hajtë se po bën thirrje ministria për na mbështet edhe me pru me bo show, se nuk e kemi komoditetin për show. Ne në mesin e shteteve që vinë këtu në kampionatin mesdhetar janë ndikun 12 shtete që se njohin shtetin e Kosovës heq. Ne pretendojmë të paktën një 8 prej tyre me i pru këtu vitin që vjen, edhe ata mu ballafaqu me realitetin që o këtu. Se ende mendojnë që këtu ka luftë, që këtu zguxon medalë jashtë, që siguria publike nuk o kërkon, që Kosova është e bo me rraf shala, nuk e din që është rindërtu, është zhvillu, këtu është qetësi, këtu siguria publike është ndër siguriat më të mëdha në Evropë dhe në botë, po kanë do informata tjera se ato shtetet që s'na njohin, ato për me i bindë opinionin e vet, shpërndojnë qase lojnë. Po. Kështu që me të vërtet na duhet me punu shumë, edhe ne si organizata sportive, edhe qeveria, edhe Komiteti Olimpik që me ndru opinionin publik për gjendjen në Kosovë, që sa ma shumë shtete pastaj me arrit me njoft pavarësinë e Kosovës, se ka shkon sporti, politika nuk shkon. Na vitit shkojnë një 10 shtete që se ka njoft Kosovën heq. E qojmë flamurin atje, përfaqësojmë Kosovën, e përfaqësojmë shtetin, politika s'mu i shkon atje, se një heq politika. Për ata po thom, ne si organizata, si organizata sportive, me të vërtet meritojmë që me u përkra shumë,
që mos më na dal pengesa lidhje pa lidhje rrugës që na me ndal hovin e punës, po me na zhvillu sa më shumë që na me përfaqësu shtetin e Kosovës sa më mirë jashtë. Zotëri Goshi, shumë faleminderit që gjete kohë me qenë pjesë e pasdites sportive. Unë uroj që në një të ardhme shumë të afërt dhe ju më shku shumë larg që këto punë me u rregullua dhe mos me fol më për këtu farë probleme financiare, probleme me infrastrukturë, po kur flasim vetëm për suksese, sepse na ka ardhur që thot populli deri te huna që thonë. Po, faleminderit shumë për ftesën. Unë besoj që kanë shumë punë me ranë vend vetin. Unë kam qenë me qenë pak më direkt në aspektin e për shkak se ne i përjetojmë për ditë këtu. Edhe nëse na ju qesim ka pak kështu makijazh gjërave reale që në të ndodh, nuk është e drejta as për neve si udhëhesa të organizatave me bo rrafshat. Po duhet me tregu pak më direkt ku ka shkon mirë, ku nuk ka shku mirë, çka është dashur me u bë, nëse na ec fjala, nëse s'na ec, ata i grojnë punës vet. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte imja. Faleminderit shumë për ftesë.